Rotary Club Shkodër zhvilloi ceremoninë tradicionale të kalimit të çekiçit duke përmbyllur vitin rotarian 2025-2026 dhe duke mirëpritur vitin e ri 2026-2027. Gjatë mbrëmjes u prezantuan arritjet e klubit dhe projektet e realizuara në shërbim të komunitetit, ndërsa u vlerësua kontributi antarëve, partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Rotary Club Shkodër është në duar të mira dhe do luftoj edhe për vitin që vjen, ashtu siç do të jetë edhe për vitet e ardhshme për të vazhduar me bë shërbime të mira, projekte të mira, ashtu siç ka bërë dhe këtë vit. Unë kam qenë dëshmitar dhe shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur që kam qenë pjesë e juaja. Ka qenë një kënaqësi shumë e veçantë të bashkëpunoj me klubin tuaj gjatë gjithë viteve që kanë drejtuar fondacionin Rotary të distriktit. Por viti që sapo kaloi ishte gjithashtu një vit i suksesshëm dhe një bashkëpunim i shkëlqyer. Klubi ka qenë i shkëlqyer me aktivitet të jashtëzakonshëm, përgjimet e mia dhe do t'ju uroj më të mirën presidentes së klubit Valbonës për vitin 26-27. Ne përmbyllëm një projekt të përmasave të jashtëzakonshme me impakt të jashtëzakonshëm në qytetin e Shkodrës, sepse kanë bërë një punë të jashtëzakonshme së bashku me ekipin e kujdesit shëndetësor dhe Spitalit Rajonal në Shkodër. Ishte një aktivitet dhe ishte një implementim dhe zbatim i projektit, koordinatorën të cilës ne kemi këtu në sallë dhe du ta falenderoj përsëri. Momenti qendror i ceremonisë ishte kalimi i çekiçit, simboli vazhdimësisë së lidershipit në Rotary. Presidenti në largim Muhamet Kaçirani ja dorëzoi drejtimin e klubit presidentes së re Valbona Çukulisha, e cila do të udhëheqë Rotary Club Shkodër për vitin rotarian 2026-2027. Sot ndërsa dorëzoi çekiçit presidencial i bëj këtë me qetësinë se Rotary Club Shkodër është më i fortë se dje dhe me besimin e së ardhmës, se ardhmja e tij është në dorë të sigurta. Kam kënaqësinë të besoj këtë përgjegjësi presidentes së re Valbona Çukulisha. Ju uroj suksese në këtë mision fisnik. Është një i veçantë dhe privilegj për mua me qëndru sot para jush si presidente e Rotary Club Shkodër për vitin 2026-2027. Kisha vite që dëgjoja me admirim për Rotary Club në Kaliforni, në kohën që jetoja atje, një organizatë që nuk matë suksesin me atë çfarë përfiton, por me atë çfarë jep. Një organizatë që jeton moton service above self, që do të thonë me vu interesin e komunitetit dhe të tjetrit për para interesit personal. Besoj fort se edhe Rotary Club Shkodër do të vazhdoj të jetë pjesë e këtij ndryshimi. Jo sepse jemi klubi më i madh, por sepse kemi një klub me zemër të madhe. Gjatë ceremonisë u ndan disa certifikata mirënjohje për kontributorët e Rotary Club Shkodër. Mes tyre një certifikat ju akordua sponsorit të klubit Hotel Koloseu në vlerësim të mbështetjes së vazhdueshme për aktivitetet e Rotary Club Shkodër, ndërsa një tjetër ju dorëzua televizionit Star Plus për pasqyrimin profesional të veprimtarive të Rotary Club Shkodër ndër vite. Hotel Koloseu edhe Star Plus TV Shkodër. Hotel Koloseu në shkaj mirënjohje dhe vlerësime e stafi i tij për mikpritjen, profesionalizmin, gatishmërinë dhe korreksinë e treguar në mbështetjen e zhvillimit të veprimtarisë Rotary Club Shkodër gjatë vitit 25-26. E jo vetëm që në 2015 që është krijuar Rotary Club Shkodra. Gjithmonë Hotel Koloseu na ka hap dyert dhe falenderoj shumë sidomos kolegun ton, pronarin e Hotel Koloseu, zotin Niko Fusha. Du të falenderoj patjetër zotin Muhamet, i cili ka qenë një president që ka bërë një diferencë shumë të madhe në krahasim me vitet të mëparshme, ka bërë revolucion. Ceremonia mblodhi drejtues të distriktit 2485, përfaqësues institucionesh, partnerë dhe antarë të familjes së Rotary, duke përcjellë mesazhin e vazhdimësisë së shërbimit dhe angazhimit në dobi të komunitetit.